Shqipëria po konsolidohet gjithnjë më shumë si një nga destinacionet më të rejse të Europës për turistët të veçanërisht që kërkojnë qetësi, autenticitet dhe përvoja reale, larg kaosit të turizmit masiv. Shumë media ndërkombëtare kanë përfshirë Shqipërinë në listën e të ashtu quajturave thesare europiane të fshehura, vende që ofrojnë pushime të qeta, natyrë të paprekur dhe trashëgimi kulturore të pasur. E në këtë listë Shqipëria renditet për krah vendeve si Luksemburgu, Malizi, Lituania, Estonia, Letonia, Liechtensteini, destinacione që po tërheqin gjithnjë më shumë udhëtar që preferojnë eksperjenca cilësore e jo masa turistësh. Artikujt vënd theksin e veçantë tek Riviera shqiptare e cilësuar si një nga zonat bregdetare më të bukura dhe ende relativisht të pa eksploruara të mesdheut. Plazhet me ujëra të kristalt, fshatrat bregdetar dhe mungesa e mbipopullimit e bëjnë këtë zonë veçanërisht tërheqëse për turistët që kërkojnë relaks dhe privatësi. Po ashtu përmenden qytete historike si Beratje i Gjirokastra të mbrojtura nga UNESCO, të cilat ofrojnë një përzierje unike historike, arkitekturore tradicionale dhe jetë lokale autentike. Sipas mediave ndërkombëtare, këto qytete lejojnë vizitorët të përjetojnë kulturën shqiptare pa presionin e turizmit masiv që karakterizon shumë destinacione të tjera europiane.